Nxënës të shkollave nëntëvjeçare të qytetit të Shkodrës ishin protagonistët e veprimtarisë festive titulluar Fëminia që du, e zhvilluar në kuadër të ditës së ndërkombëtare të fëmijëve. Në përshëndetjet e tyre, përfaqësues të arsimit dhe të pushtetit vendor theksuan se kjo ditë nuk është vetëm një fest për të vegjëlit, por edhe një thirrje për reflektim shoqëror mbi kushtet dhe të ardhmen që u ofrojnë fëmijëve. Ne si mësimdhënës kemi një mision, që të punojmë çdo ditë, që sistemi arsimor të jetë gjithëpërfshirës, që respekton individualitetin e secilit prej jush, por që të përgatis fëmijë jo vetëm për provime, por edhe për jetën. Gjëja e parë që na shkon ndërmend është se sa ne të gjithë së bashku kemi arritur që t'u japim atyre atë çfarë prindit e tyre dëshirojnë dhe nga ana tjetër atë çfarë shoqëria ka detyrim. Përmes këngëve, aktrimit dhe performancave të tjera, në këtë veprimtari u përcolën mesazhe të rëndësishme mbi ndikimin e teknologjisë, nevojën për ndërveprim social dhe rëndësinë e një jete të shëndetshme dhe aktive. Ky aktivitet është konceptuar duke udhëtuar nëpërmjet skenave të ndryshme, performancave të ndryshme që vijnë nga shkollat nëntëvjeçare, ku secila performancë jep një mesazh të thjeshtë, të qartë, ku na bën dhe ne më të përgjegjshëm për të kuptuar realisht se cilat janë nevojat dhe ku duhet fokusohemi për të krijuar një mjedis sa më të shnetshëm për zhvillimin e tyre fizik dhe emocional. Aktiviteti organizuar nga Shërbimi Psikosocial pranë zyrës vendore të arsimit në Shkodër dhe është pjesë një cikli veprimtarish që synojnë njohjen nga ana e nxënësve dhe të rinjve me të drejtat e tyre si dhe me trajtimin e problematikave të përditshme.